Tung njerëz ja ku jam, unë jam Armand Xhuli dhe jam tu sot si çdo të hënë për dy mesazhet e zakonshme, mesazhin e yjeve në fat e në muzikë. Kjo është Radio Sol, 89 MHz frekuenca, dhe sot gjatë mesazhit të yjeve grupi që do ta shoqëroj në radio janë Pink Floyd. Në fund, si zakonisht, do të analizoj edhe një këngë të tyre, por po e fillojmë me horoskopin. Dashi. O dash, bura grua qofsh, pse duhet punosh më shumë se të tjerët? Pse duhet të të bjerë ty bara të kompensosh në një ide që të ndonjërit që përton apo që nuk është i aftë ta bëj? Pse duhet jesh ti trimi apo trimëresha që jep zgjidhje problemeve dhe zbut vështirësitë kur duket sikur askujt nuk i intereson edhe pse gjëja ka marrë rrugullimin? Ta shpjegoj unë. Dash, bura grua qofsh. Kjo ndodh sepse ti je në një fazë korrektimi shpirtëror e psikologjik. Je në një fazë që po korrigjon gabimet e së shkuarës dhe po paguan borxhe të vjetra kur as ty nuk të interesonte ajo gjëja që ishte duke u bërë për të cilën duhet ishe më i ndërgjegjshëm apo më e ndërgjegjshme apo më e përgjegjshme. Pra, është një fazë kalimtare në të cilën ti dash bura grua qofsh, po ndreq gabimet e së shkuarës dhe për mua je në rrugën e duhur, edhe pse duket sikur të gjitha përgjegjësitë ti kanë lënë vetëm ty. Demi. Për ty o dem, bura grua qofsh, sot do t'jem shumë konqiz. Një proverbi vjetër i një besimi islamik që quhet sufi thot: në qoftë se diku nuk ekziston floriri i vërtet, nuk mund të ekzistoj asaj falso. Pse po ta them këtë sot o dem bura grua qofsh? Sepse je në një moment që mund të t'jap dy lajme. Lajmi i keq është se floriri që mendon se ke nuk është ai i vërteti. Lajmi i mirë është se sa po ta kuptosh që nuk është ai i vërteti, do gjesh të vërtetin. Në qoftë se do ta përktheja këtë metaforë, do të thoshja që ideja apo ndjenja apo projekti që ke nuk është ai i duri, dhe sa po ta kuptosh, dhe kjo është java e dur, ke për të gjetur zgjidhjen e vërtetë. Binjakët. Për 4 ditë radhazi, deti i kinës lindore tërhiqet duke formuar një rryp toke ndërmjet dy ishujve korean, Indo e Modo, që janë gati 3 kilometra larg njëri tjetrit. Banorët e këtyre dy ishujve festojnë ndarjen e ujërave duke shëtitur lart e poshtë mbi këtë rryp toke që ka dalë sipër ujit. Ky fenomen është quajtur versioni korean i mrekullisë së Mojsiut, ai që hapi ujërat. Edhe pse e ka një shpjegim shkencor që bazohet mbi baticat dhe zbaticat, parashikoj o njeri i shenjës binjakëve bura grua qofsh, një mrekulli të ngjashme edhe për ty në këtë periudhë. Binjak apo binjake, duhet të përgatiteni e të përfitoni nga mrekullia që keni përpara e që po ju vjen. Gaforia. Nga mesi i viteve 800, fatet e artistëve francezë ishin të lidhura ngushtë me Salon, që ishte një institucion shtetëror i cili pengonte të gjitha iniciativat e reja si kundër ishte impresionizmi për shembull. Ndër piktorët që u rebeluan kundër këtij institucioni ishin dhe Camille Pissarro, i shenjës gafores, që ishte dhe një nga eksponentët më të mëdhenj të impresionizmit. Kur e pyetën cila ishte mënyra më e mirë për të ndihmuar zhvillimin e artit francez, ai u përgjigj: mënyra më e mirë është i vësh zjarrin Louvrit. Tani po të kthehem ty o dem bura grua qofsh, dhe po ta gjykojmë pak pozicionin tënd astral, pozicionin tënd hyjor, kam idenë se edhe ti simbolikisht duhet japësh një përgjigje si e piktorit francez Pissarro. Edhe ti duhet të dalësh hapur kundër ca traditave që nuk të frymëzojnë dhe as të ndihmojnë më. Duhet të kërkosh
e të influencohesh nga diçka tjetër, nga diçka e re për të ecur përpara. Luani. Në periudhat e ndryshimeve, ata që i përjetojnë të ndryshime natyrisht duke mësuar, trashëgojnë botën, ka shkruar filozofi amerikan Eric Hoffer i shenjës Luanit. Ndërsa ata që ishin të ditur, vazhdon ai, papritur, gjenden plotësisht të kompletuar për të përballur një botë të tashme që nuk ekziston më. Po ti, Luana Luanesh, nuk do të pëlqen të hyjet ata njerëz që po mësojnë se sa ata njerëzit që janë të ditur? Këshilla ime për ty Luan, pa Luanesh, është që duke filluar që këtë javë të fillosh të interesohesh, të kuptosh, të mësosh nga ndryshimet që po ndodhin rreth e përqark teje. Të gjitha do të të shërbejnë në javët, në muajt, ndoshta edhe në vitet në vazhdim. Virgjëresha. Virgjëresha, pura agra qofshi. Dua t'ju tregoj historinë e një djali fshatar i cili nuk i kishte vënë mend këshillave të tjatit, por që më pas në një farë mënyre rregulloi gjithçka. Djali fshatar, duke mos dëgjuar të jatin, e mbolli kopshtin me 2 muaj vonesë. Dhe parcelat filluan të lulëzonin vetëm në korrik, kur të tjerët po korrnin. Çfarë bëri djaloshi? Filloi të përkujdesej për të mbjellat me shumë pasion. I vadiste 2 herë në ditë, i pastronte nga barrat e këqija, i pleronte me kujdes dhe në darkë lutej me shpirt që ato të mos thaheshin. Në shtator, çfarë të shihje? Kungujt ishin harlisur, pjeprat kishin mbushur parcelën, kastravecat ishin bërë pyll, e të tjera gjitha produktet me radhë. Virgjëresha, bura gra qofshi, ndihni shembullin e djaloshit fshatar. Ndoshta, planet tuaja kanë pasur ndonjë vonesë, por mos u demoralizoni, mos u dëshpëroni, jeni akoma në kohë për të filluar projektet apo idet që keni në plan. Peshorja. Peshore, bura agra qofshi. Për ty, ose për ju, kam 2 lajme. Lajmi i keq është se për të gjitha shenjat përfshirë edhe ty o peshore, bura grua qofsh, ka gjithmonë një hendek ndërmjet dëshirave dhe realitetit. Lajmi i mirë është se në këtë moment ti o peshore, bura grua qofsh, këtë hendek mund të ngushtosh në mos po ta mbyllësh fare. E keqja është se të gjithë, si pasojë e hipokrizisë dhe e shtirjes, bëjnë gabimin që me demek hendeku nuk ekziston. Si pasojë, ngatrohen vetë, ngatrojnë edhe të tjerët që kanë përreth. Por të thash që ti o peshore, bura grua qofsh, jeni një moment që hendekun mund ta mbyllësh, dhe hendeku mbyllet duke qenë i drejt për drejt e jo i shtirur. Peshore, edhe një herë, bur a grua qofsh. I sinqert dhe i drejt dhe hendeku do të mbyllet. Akrepi. Revista amerikane Time, që ka dalë për herë të parë në vitin 1923, paracakosh ka publikuar listën e 50 shpikjeve më të gabuara të bëra nga njeriu, ndër të cilat ka rreshtuar qeset plastike, kredit e instituteve financiare që normalisht janë kredit lëshuara nga institutet bankare, jo nga bankat, yndyrnat e hidrohigjenizuara siç është margarina, edhe dyqanet pop-up, janë dyqane që shesin produkte marke, por nën kosto në periudhat të shkurtra, duke dëmtuar tregun normal. Po ti o akrep, bura grë qofsht, je në gjendje të bësh një analizë të gjërave apo të ideve të tua të gabuara që të kanë dëmtuar në periudhën e shkuar, në të shkuarën? Detyra jote në këtë periudhë, për të mos rënë në të njëjtat gabime është 1. Të përcaktosh 3 det më të këqija që ke pasur këto 2 vjet të fundit. 2.
Të fillosh e t'i korrigjosh nëse kanë të bëjnë me ty, ose të fillosh të kërkosh falje në qoftë se kanë pasur të bëjnë me të tjerët. 3. Të falësh sinqerisht veten për gabimet që ke bërë. Dhe të falësh sinqerisht veten do të thotë të mos mendosh për atë që ka shkuar, por të shikosh përpara për të mos përsëritur të njëjtat gabime. Shigjetari. Zakonisht mundohen dhe shpesh duke u këshilluar edhe me të tjerë, mbri të gjej tendencat e shenjave të horoskopit në përgjithësi. Natyrisht jo të detajuara për gjithë secilin, dhe as detaje specifike të ndryshmes. Nuk mbri deri këtu. Për shembull, asnjëherë nuk mbri të gjej numrat e duhur të llotarisë, se përndryshe do isha bërë milioner. Por kohët e fundit kam bërë ca parashikime ndeshjesh që sikur i kam gjetur. Natyrisht nuk kam luajtur, por parashikimet më kanë dalë. Për shembull, kisha parashikuar që në një nga ndeshjet e Champions League-s, Porto me trajner Mourinho do të arrifte Realin me trajner Xavi Alonso dhe mund të kualifikojë edhe për play-offet, ose një parashikim tjetër për shembull që në tenis, në Open Australia 2026, Djokovic do ta mundte kampionin italian Sinner. Dhe në këtë pikë pyes veten, çfarë do të thotë që pikërisht në këtë moment që po bëj parashikimin për ty o shigjetar, ngre një kup lart në qiell? Është ora 1:10 e natës, ose ishte ora 1:10 e natës kur e kam përgatitur këtë gjë. Dhe në atë orë nuk ka as ndeshje as gjë. Atëherë, kjo kup ka të bëj me ty dhe vetëm me ty, i dashur shigjetar, burr a grua qofsh. Je në një moment që po mbrin rezultatin e kërkuar prej kohësh. Britsjapi. Kur je në errësirë të plot, nuk mund të bësh asgjë tjetër veç se të rish e të presësh derisa sytë e tu të mësohen me errësirën. Këtë këshill të vlefshme e jep shkrimtari dhe mendimtari japonez Haruki Murakami, i shenjës Britsjapit, në romanin e tij të vitit 1987, Norwegian Wood, që e merr titullin nga kënga e Beatlesave. Ta tregova këtë o Britsjap burra grua qofsh sepse ndodhesh tamam në fillim të këtij procesi. Ke hyrë në errësirë dhe të duket sikur je pa sy, sikur nuk ke zgjidhje. Çdo gjë përreth të duket si e papërshkueshme dhe nuk di më nga do t'ja mbash. Jo, nuk është kështu. Mos unë të shpëro. Dhe mos nxjerr përfundimet gabuara. Shumë shpejt do të mësohesh me errësirën në mënyrë figurative dhe do ta shquash qartë çdo gjë që ke përreth, natyrisht edhe derën. Pra, zgjidhen si të dalësh nga kjo situatë. Kurajo Britsjap, burr a grua qofsh. Ujori. Ujor, burra gra qofshja, burra grua qofsh. Ki besim tek unë, do të thoshja, sepse jam pranë teje dhe jam gati të të ndihmoj sa herë të jesh në vështirësi. Dhe këtu nuk e kam fjalën për veten, por dua të them ty, o ujor, burra grua qofsh, se ke afër një njeri i cili është në gjendje të të ndihmoj dhe mund ta kesh mbështetje sa herë je në vështirësi. Ndoshta nuk e ke për momentin, por është tamam periudha që duhet ta gjesh këtë njeri. Je në një periudhë që ke nevojë të kesh dika afër, një njeri me të cilin apo me të cilën të këshillohesh. Nëse një aleat të tillë e ke, atëherë të këshilloj që lidhjet me të i bësh më të ngushta dhe të siguroje ujor, burra grua qofsh, që ky njeri, burra grua qoft, është njeriu i jetës tënde. Peshqit. Teologu i shekullit të 8 ose i viteve 700, që njihet me emrin Beda i nderuar ose i nderuar i Beda, e krahasonte jetën tonë me një harabel që hynte nga një dritare e kështjellës gjatë kohës që ishte shtruar banketi mbretëror. Jashtë, thoshte ai, është furtunë,
bie bor, dërsa brenda është një xhak i ndezur. Harabeli, vazhdon ai, nuk ndalet në këtë vend kaq joshës, por fluturon dhe del nga dritarja tjetër pa i prekur as thrimet, as në ushqim tjetër që ka tepruar nga banketi mbretëror. Sipas teologut Beda, sjellja e Harabelit i ngjan shumë mënyrës se si ne përballemi me jetën e përditshme. O peshk, bura grua qofsh. E di çfarë duhet të them? Duhet të them që në ditët në vazhdim, metaforikisht, edhe ti do të gjendesh në një situatë të tillë, por unë të këshilloj dhe duhet më dëgjosh për këtë gjë, që nuk ke pse sillesh si ai Harabeli i utuar dhe konfuz. Nuk ke pse jam mbath. Mos u tremb, edhe pse ambienti apo situata në të cilën do të gjendesh do të duken çuditshme dhe jashtë botës tënde. Ti duhet të qëndrosh dhe duhet të qëndrosh se vetëm të mira do të kesh. Ky ishte horoskopi dhe për sot njerëz, dhe tani do t'ju flas për një këngë, për tekstin, për poezinë e saj. Është kënga Wish You Were Here e grupit Pink Floyd, të cilën ja kanë dedikuar Syd Barrett, themeluesit dhe ish frontmanit të grupit, i cili u largua, ose më mirë e largua nga grupi në vitin 1968 për problemet e mëdha mendore si pasojë e abuzimit me drogat e sidomos me drogat e rënda me LSD-n e tjera. Teksti i këngës Wish You Were Here vjen nga frymëzimi i takimit me Syd Barrett e grupit me Syd Barrett pikërisht ditën kur ishin duke incizuar albumin. Syd Barrett, mbas kaq vjetësh, u çfaq papritmas në studiot e incizimit, tërësisht i transformuar nga ana shëndetësore. Ditë kjo, që ishte edhe dita e fundit që pjesëtarët antarët e grupit Pink Floyd mbritën ta rishojnë. Wish You Were Here, pa më të voglin dyshim, është një nga pjesët më të dashura e më të dëgjuara në historinë e muzikës. E megjithatë, shumë prej nesh nuk janë në gjendje ta shprehin qartazi sensin e kësaj këngë kaq të bukur, e cila nuk flet thjesht për dashurinë. Jo për atë dashuri, ose më saktë, jo për atë dashurinë e zakonshme të cilën thjesht dhe shpesh ne nënkuptojmë nëpërmjet I love you dhe thash. Fjalët e mrekullueshme dhe padyshim edhe melodia e mrekullueshme nuk mundet versi të jepnin jetë një kryevepre autentike të muzikës botërore. Në pak rreshta, ajo transmeton një mesazh të madh dhe të fuqishëm. Edhe pse e shkruar në rrethana shumë të veçanta dhe e dedikuar një personi të veçantë, merr një domethënie universale. Wish You Were Here flet në fakt për çdo kënd nga ne, se si shpesh e lëm veten të përfshihemi nga ritmi i përditshëm i jetës, nga zakonet tona të përditshme, nga huqet apo nga fiksimet tona, pa në rënë në sy se sa shumë po mbasim nga ditët tona, nga jeta jonë. Në tekstin e kësaj këngë, autorët Roger Waters dhe David Gilmour na ftojnë t'i hedhim një sy pikërisht të përditshmes, të reflektojmë mbi jetën që bëjmë, të arrijmë ta ndajmë jetën e vërtet nga jeta për t'u dukur nga shtirja, të cilat mbase për një moment na japin kënaqësi, por që në të vërtet nuk na bëjnë të lumtur. Është një thirrje për të mos u prangosur në rutinën e përditshme, pa pasur kuraj dhe forcë të kërkojmë ndryshimin. Duhet të kemi kurajon që të imagjinojmë dhe të ndërrojmë një të ardhme më të mirë, më të lumtur, po njerëz. Kjo këngë është edhe një thirrje ndërgjegjës së gjithkujt. Roger Waters, duke ju referuar këngës, ka thënë: në qoftë se nuk je aq i lirë sa ta ndjesh jetën brenda teje, të ndjesh që ajo të përfshin dhe po shkon përpara, ndërkohë që ti ecën bashkë me të, si pjesë e saj, atëherë do të thotë që ti nuk po ecën, ti po rri në vend, po rri tek zero. Je tek zero, aty do të mbetesh dhe aty do të vdesësh. Fjalë të mëdha njerëz. Gjithashtu, kjo këngë është edhe një kritik tepër e ashpër për industrinë muzikore, e cila po i shpërfytëron artistët.
Kënga në simbolikën e saj denoncon ose dënon cinizmin e industrisë muzikore e cila si kundër jemi të gjithë dëshmitar, po transformon artin në prodhim. Tani njerëz, gjithë sa thash më sipër, po mundohem edhe t'i transmetoj të ju nëpërmjet vargjeve të këngës, të cilat kësaj radhe për vështirësinë dhe kompleksitetin e tyre, për të ruajtur ritmin, për të ruajtur ritmikën, për të ruajtur vargun e të tjera, nuk do t'i sjell në konceptin poetik, por në një farë mënyrë do t'i shndroj në prozë. Janë vargje të ndërtuara mbi pyetje. Vargjet e para të këngës janë një kritik për njeriu konfuz që nuk di më se ku është. Pra, ti mendon se mund t'ja dalësh të dallosh ndryshimin e parajsës nga feri? Mund të dallosh ndryshimin që ka një qiell i kthjellët blu, nga një dhimbje, nga një vuajtje e errët dhe gri? Mund të dallosh ndryshimin që ka një fushë blert nga një palshina hekur i gri e të ftohtë? Po një buzëqeshje të pastër nga një ngërreshje e shtirur? Beson vërtet se mund të dallosh? Pastaj, vargjet e mëposhtme janë akuzë direkte ndaj sistemit dhe ndaj shoqërisë që qëllimisht mundohen të krijojnë kaos në mendjet e njerëzve, por është gjithashtu dhe një thirrje kritike për të analizuar veten se ku je. Vargjet thonë: të bën të shkëmbesh heroin me një fantazëm, me një hije, edhe hirin e nxehtë të një gjeje të sapo djegur me një pemë që lulëzon? A të bën të shkëmbesh ajrin përvëlues nga flladhi i lehtë? A ta quajë të ndryshim një ngushëllim të ftohtë? A e shkëmbeve një rol të vogël luftëtari me krye rolin e një mbreti të ngujuar prapa hekurave në kafaz? Dhe pastaj, më poshtë, kënga bën thirrje për një reflektim, për një bashkim, duke lënë të nënkuptohet se gjërat janë po një lloj, por gjithsesi, të qenurit bashk, mbase shpresë nuk jep, por është gjithmonë një ngushëllim. Është një thirrje, edhe pendes, por është edhe mall. Është një mendim që simbolizon pikërisht ata që quhen brezi i humbur. Dhe kjo këngë sot për ne më duket sikur është më aktuale se kur. Ja si vazhdojnë vargjet. Ah, sa do desha të ishe këtu. Jemi dy shpirtra të përhumbur që së bashku notojmë në një akuarium të vogël peshqish vit pas viti. Vrapojmë së bashku gjithmonë në të njëjtën rrugë të vjetruar. Dhe çfarë kemi gjetur? Të njëjtën frikë të përhershme. Sa do doja të ishe këtu. Wish you were here. Pink Floyd. Ky është teksti këngë njerëz, dhe tani, si gjithmonë, këtë këngë do ta dëgjojmë cover nga grupi jon Bluebird Band, që janë Eni Nelku, Kolsheu dhe Bledi Seiko. Qofshi mirë ku do qofshi.
heart in the world when you throw in the cage. Same old fears. Wish you were here.